Unë kam lidhë në fshatin Krilevër, komuna e Kamenicës, një 35 km është largë prej Prishtinës. Dhe tash reagimi normal i dikoj që prej Kamenicë protestant ka? Po, bëjnë shumë këtë pyetje. Unë kam lindur një familje muslimane, ma dje dhe vetë baba im ka qenë... Pra musliman keni lindur, Po, unë kam lind familje muslimane. Kam lind familje muslimane. Baba im ka qenë imam, ka qenë hoxh në katunën e tje, me izene dhe hoxhën e ka zëvendësuar shpeshherë. Edhe ma dje në vitin kur isha 16 vjetë, 1985, ai më ka sjellë në medresin e Prishtinës. Të më thonë që djali i hoxhës është po protestant? është po pastor? Unë sa po të thash, po. Po e them këtë, po e rikonformuloj për shikuesit ta. Esakt. Djali i hoxhës është bërë pastor? Po, e vërtet. Fantastike, kjo ndodh veç në Kamenicë. Veç në Krillev. Veç Krillev. Dhe... Të ka sjellë në medres, baba? Me interes? Pa shiko, ne ishim... Medres e the? Po, isha kandidat, po, në erdha mu regjistruar në medrese, erdha, aplikova, po. Në shkollën e mesme, apo? Po, medresa në shkollën e mesme, po. Mirë, punë të banë në atë mënyrë që nuk më pranuan edhe nuk më pranuan më shumë me fajin tim, jo me fajin e tyre, më shumë me fajin tim. Se më pyti njëri nga ata, nëse kemi kohë me shpjeguar shkurt, më pyti njëri nga persona që ishin në komision, thanë, a ke dëshirë mu bati hoxhi që ati katuni që ati, ai nuk i rajken men. Edhe unë e krenarë si shqiptar edhe thash jo s'po duhe. Atë për aty thash, nuk i kisha pas mendja me heret. Thash jo nuk po duhe. Veç pse nuk i ra ndërmend, emri katunit të dyqy shumë tha, po do në më bëha hoxhi që ati katunit. Për ka tje, po. E thash jo, tha pse? Thash po, unë kam dëshirë me studiua, babën e kam kështu pa, po do. Jo, me tha në rregull, tha, s'ka problem, tha, okej, në rregull.